Tregtimi i produkteve ushqimore jashtë kushteve higjieno-sanitare vijnë mbetet një sfidë në Shkodër. Rritja e temperaturave në këtë periudhë rrit edhe rrezikun tek konsumatori. Në zonën e Rusit vëre që ushqimet e përmetit, peshkut, por dhe frutë e perimet tregtohen jashtë çdo kushti. Një pjesë e qytetarëve tashmë janë pajtuar me këtë situatë, ndërsa të tjerë kërkojnë që të merren masa për largimin e shitësve ambulant nga rruga. Ka nevojë për fije me hekita për trotuarit e në raport. E mi pu të tjenë me në push, se është ma nevojshme atje se sa andaj pasartia ditë, se qatë kena rrisme në asoj punë, s'kena kam ikë, mundona me abon hismetit. Po ushimet detyrimisht duhet mi fije frigoriferet për qojën, për janë punë me mujtë, të kur të rinë tonë ditën të s'ke, i humë vlera, që kena mi basoj punë, mundona, sa ma heret me ble me kuptimin e fjasë për me qunë shpi, se kur të rinë të anë ditën e hume dhe vlera. S'ka kontrol. Me pas kontrol, rregullohet. Një tregtimit absolutisht, unë me kënë jam dakord i pojë me më hekë, se ka pishlisje në rrugë. Ndonse aksionet nga policia bashkiake dhe nga autoritetet kombëtare i ushqimit për largimin e shitësve ambulant nga rruga, si dhe për sigurinë ushqimore nuk kanë munguar, sërish situata vjen të jetë shqetësuese.